Siç u kemi bërë me dije që në promën e natës finale, për herë të parë të gjitha ardhurat e biletave do të shkojnë në ndihmë të popullit të Ukrainës. Nisëm kjo e Miss Universe Albania në bashkëpunim me ambasadën e Ukrainës në Tiranë. Faleminderit. Dajnë sot kemi nderin të kemi sonte bashkë dhe ambasadorin e Ukrainës në Shqipëri, të cilin e ftoj në skenë, Volodymyr Shukrov, e presim me një duar trupitje. Welcome. Welcome. It's really a pleasure to have you here tonight. Mirë brama. Sot e ambasador, cili është mesazhi juaj për atë që ka ndodhur në Ukrainë dhe apeli juaj për të gjithë ata që po ju ndjekin live? Насамперед я хотів би подякувати за запрошення. Mbi të gjitha duhet ju falenderoj për ftesën tuaj. Сьогодні 107-й день війни в Україні. І, як ви розумієте, настрій у мене мав би бути гарний, але він, відверто кажучи, не дуже гарний. Siç e kuptoni, sot është dita 107 të luftës, edhe sigurisht humori që duhet e kisha sot duke ndarë me ju duhet ishte një humor i mirë, por nuk është e tillë. Ви знаєте, що війна, на жаль, продовжується, дуже багато зруйнованих міст, дуже багато селищ і людей, які знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. Sepse shumë vendet janë të shkatruara, shumë infrastruktura janë të prishura, shumë vend banime nuk ekzistojnë më. Я хотів би сказати, що народ України, мабуть, як ніхто сьогодні розуміє, що таке мір, що таке спокій, що таке краса. Edhe sot populli i Ukrainës e kupton më mirë se gjithë të tjerë çfarë do të thotë paqe, çfarë do të thotë bukuria. Тому я хотів би всім вам побажати сьогодні гарного вечора і гарного конкурсу. Prandaj dua shumë t'ju uroj sot një mbrëmje të këndshme edhe një festë të bukur. Я знаю, що серед учасниць є дівчина з України, Ганна, і, звичайно, я буду вболівати за її перемогу. Sigurisht unë e di që këtu është edhe prezente një vajzë nga Ukraina, edhe do mbështesim edhe atë. Po është sonte këtu, të cilën do e intervistojmë më vonë. Se ajo do ketë mesazhin e saj në fakt. Але з іншого боку, я знаю, що всі учасниці готувалися, і я бажаю всім їм гарного настрою, і щоб вони мали можливість представити себе в повній красі. Për të gjithë vajzat të cilat do konkurrojnë sot, unë uroj sukses edhe mundësinë për të shfaqur në mënyrë më të bukur siç mund të bëjnë ata. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zoti ambasador. Në fakt duhet të dini që populli shqiptar, lutjet e popullit shqiptar janë me kombin Ukrainas që këtë luftë e pa kuptim të mbarojë sa më shpejt. Dhe në fakt unë doja edhe të falenderoja publikun në sallë që kanë kontribuar sadopak për të ndihmuar familjet në nevojë në Ukrainë, sepse nga shitja e biletave Çeku do ofrohet pranë ambasadës së Ukrainës. Дякую вам за допомогу, за солідарність і побажати вам сьогодні гарного вечора. Jam shumë e prekur, ju falenderoj shumë për mbështetjen tuaj dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Ju falenderojmë për prezencën tuaj dhe ju ftoj të uleni në sallë.